Hapim Biblatona në fjallën e Perëndis tek Kolosianët kapitulli 1. Jemi duke filluar një seri të re predikimesh nga letra e Kolosianëve. Që do të lexojmë Kolosianët kapitulli 1, dhe vargjet 1 deri në 8. Le të lexojmë fjallën e shenjtë e Perëndis. Pali apostol i Jezu Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndis, dhe vëlla Timotej, shenjtorëve dhe vëllezërve besnik në Krishtin, që janë në Kolos, hire mbi ju dhe paqe nga Perëndia, atë ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Falenderojmë Perëndin dhe atin e Zotit ton Jezu Krisht, duke u lutur vazhdimisht për ju, sepse morëm vesh për besimin tuaj në Krishtin Jezus, dhe për dashurin tuaj ndaj gjithë shenjtorëve, për shkak të shpresës që ruhet për ju në qetë, për të cilën keni dëgjuar më parë në fjalët e së vërtetës së Ungjillit, që erdhi tek ju, si edhe në gjithë botën, dhe po jep fryt, sikurse edhe ndër ju, që nga dita që dëgjuhet dhe njohet hirin e Perëndis në të vërtetë, sikurse edhe mësuat nga pafraj bashkë shërbëtori ynë i dashur, i cili është një shërbënjës besnik i Krishtit për ju, dhe që na ka treguar dashurin tuaj të madhe në frymë. Kisha Kolosit ishte sulmuar nga të remët që po predikonin një ungjil të remë. Thelbi i ungjillit të tyre ishte që Jezusi nuk mjafton. Do quaja ungjillin e tyre Jezusi plus. Jezusi plus angjët. Jezusi plus vegimet. Jezusi plus rregullat të forta për ushqim dhe pije. Jezusi plus zbatimit të ligjit të Mojsiut. Nuk e dim saktësisht se cili ishte ky ungjil, ky mësim i rem, por duket si një sekt judaik në ato kohë, që njihej si Merkaba. Ata mbanin për 12-20 ditë rregulla të forta, derisa të kishin vegime. Dhe në vegimet të tyre shkuan nivel pas niveli, lartë e më lartë, derisa të kishin një vegim të Perëndis. Në çdo nivel kishte një angjël që ruante atë nivel pa të cilin ti nuk mund të kaloje më lartë. Prandaj e nderonin angjëjt në mënyrë të veçantë. Po është e qartë nga kjo letër që kjo doktrin nuk ka pushtuar kishën ende. Na thuhet në kapitulli 2 dhe vargu 5 që Pali po gëzon faktin që janë të rregullt dhe po qëndrojnë besnik ndaj Krishtit. Nuk janë si kishët e Galatis, të cilat kishin besuar herezin dhe kishin nevojë për qortim. Janë me një nevojë për mësim dhe për inkurajim që të qëndrojnë në Krishtin. Dhe prandaj Kolosianët është plot e përplot me Jezusin. Është ndoshta pjesa më e madhe e mësimit tonë për kush është Jezusi. Por, këtu kemi një përshëndetje në këto 8 vargje të parë. Po nuk është një formalitet, nuk është një gjë e kotë. Kjo përshëndetje është pjesa e argumentit të Palit. Dhe Pali po na thot, thjesht, shtyp, Krishti mjafton për ne. Vini re 4 gjëra këtu. Së pari që identiteti ynë mjafton. Shikoni se si përshkruhen ata në vargun 2, shenjtor dhe vëllezër besnik. Janë shenjtor, janë të veçuar për Zotin. Shenjtorët nuk janë njerëz shumë të shenjtë
që kanë shërbyer Zotit në mënyrë të veçantë. Çdo besimtar është edhe një shenjtor. Fjala shenjë do të thotë e veçuar. Kur ne besojmë në Krishtin Jezus, ai na veçon nga kjo botë për veten e tij. Janë edhe vëllezër besnik. Ai përdor këtë fjalë për Epafrain në vargun 7. Për Tikikun në kapitulli 4 vargu 7, Onisemin kapitulli 4 vargu 9, është për të treguar se janë shërbëtor të mirë të Perëndis. Po pse janë kaq të lartësuar? Pse janë shenjtor dhe vëllezër besnik? Sepse janë në Krishtin Jezus. Vëllezër motra, sot duhet të kujtojmë identitetin ton në Krishtin Jezus. Jemi edhe ne shenjtor të veçuar për Perëndin. Jemi nusen e tij, thesarin e tij të veçantë, popullin e tij të fituar. Jemi shërbëtor të tij, të lartësuar dhe të nderuar prej tij. Jemi më shumë se kaq. Jemi bijtë dhe bijet e tij, miqtë e tij, tempullin e frymës e tij, e gjithnjë më shumë. Pali po na thot, atë që je në Krishtin Jezus mjafton. Mos e haro kur kush je në Krishtin. Identiteti ynë mjafton, por së dyti burimet tona mjaftojnë. Vargun 2 përsëri, hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia. Ai lutet dhe uron që ata të kenë hir. Këto nuk po flet për hirin e Zotit që na shpëton. Ai po flet për fuqinë e Zotit që na fuqizon. Po flet për një fuqi që neve na mban ditë e ditës. Në marimen kur Pali kishte një gjëm në mish, Perëndia sa çfarë? Hiri im mjafton për ty. Ose kur Pali po fliste për shërbesën e tij, në 1 Korintësve 15:10, ai thot ishte munduar më shumë se sa të gjitha apostujt e tjerë, po jo ai, por hirin e Perëndis në të. Hiri i Zotit është fuqia e tij që na mban, na fuqizon që të bëjmë vullnetin e tij. Pace. Atë pace Perëndis që e tejkollon çdo zgjuarsie. Atë pace Perëndis që na ruan mendjet dhe zemrat tona në Krishtin Jezus. Atë pace që vjen nga fakti që jemi të pajtuar me Perëndin dhe mëkatet tona janë të falura përgjithmonë. Kur ke hir dhe paqe prej Perëndis, çfarë të duhet më? Asgjë. Pietri thot në 2 Pietri kapitulli 1 dhe vargu 3, fuqia e tij hynore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë. Me fjalë të tjerë, burimet që kemi ne nga Perëndia mjaftojnë për jetën tonë të përditshme, në punë, në familje, në shoqëri dhe kudo, dhe për besimin tonë. Domethënë nuk ka një fushë të jetës që ti nuk ke burimet e mjaftueshme nga Perëndia. Që do të thotë 2 gjëra. Në rast të parë që kemi gjithçka që na duhet për jetë. Nuk të duhet një eksperiencë tjetër pasi të kesh pranuar Jezusin. Janë disa që thonë që duhet të kemi një pagëzim të frymës së shenjtë pasi të jemi kthyer te Krishti. Duhet të mund të flasim me gjuhët
për të panjohur edhe kështu në radhë. Jo, që nga qasti I parë që ti beson të Krishti, ti ke gjithçka për të cilën ke nevojë. Burimet e Perëndis, hiri dhe paqja e ti mjaftojnë për ty. E për secilin prej nesh. Për çdo situatë, për çdo problem, për çdo plagë të zemrës, për çdo mëkat që do mposhtur, për çdo zakon që do ndryshuar, në çdo gjë, Perëndia mjafton. Po kjo na tregon gjithashtu që nuk na duhet një ndër jetës tjetër. S'kemi nevojë për marin, s'kemi nevojë për ashtu quajtur shenjtorët, apo për një kish, një pap, apo një patriark. Të gjitha burimet që neve na duhen janë nga Krishti Jezus dhe janë të tut në qastin që ti beson tek ai. Identiteti ynë mjafton, burimet tona mjaftojnë, po së treti shpëtimi ynë mjafton. Pali thot se falenderon Zotin për ta ndërsa lutet vazhdimisht për ta. Ai lutet vazhdimisht për ta. A je në lutje vazhdimisht për vëllezërit e motrat e kësaj kishe? Mendoni pak, Pali nuk mboli kjo kish. Madje, Pali nuk ishte takuar me kolosianët ndonjëherë. E Epafraje kishte mbjell këtë kish në kohën që Pali në vepër 17 ishte në Efes. Në thuhet atje që fjala e Zotit kishte jehuar në gjithë provincën e Azis. Po edhe pse Pali nuk ishte takuar kur me ta, ai lutet vazhdimisht për ta. Aq më tepër duhet të lutemi vazhdimisht për ata që njohim dhe kemi si pjesë e kishës. Nëse lutemi për njëri tjetrin vazhdimisht, nuk do na mungoj dashuri për njëri tjetrin. Ti do ata për të cilët ti lutesh. Ne nuk mund të ankohemi për mungesën e dashurisë në kish, ndërkohë që nuk lutemi për secilin që është në kish. Ai lutet vazhdimisht për ta dhe falenderon Perëndin për ta. A je falendërues për vëllezërit e motrat e tua? Sepse nga njëherë jemi kaq kritikues ndaj njëri tjetrit sa që nuk jemi mirënjohës për njëri tjetrin. Ose shikojnë mëkatet dhe tëmetet e njëri tjetrit, edhe atje ngecën shëriti. Apo lëndohemi dhe vritemi nga njëri tjetri, dhe vetëm gjë që shohim është ajo që na ka prekur. Po për çfarë ishte falendërues Pali? Jo se ishin të mirë, jo se bënin të mirë, jo sepse atë ishin siç duhet, ishte mirënjohës për shpëtimin e tyre. Çfarë kishte dëgjuar për ta? Kishte dëgjuar për besimin, dashurinë dhe shpresën e tyre. Është kjo treshja e virtyteve që karakterizon çdo besimtar I vërtet. Po të shikojmë 1 Korinthëve 13 apo 1 Thesalonikësit 1, besimtar të vërtet karakterizohen nga këto 3 gjërat: besim, dashuri dhe shpresë. Ai ka dëgjuar për besimin e tyre, që nuk ishte si shumicën e shqiptarëve. Shumicën e shqiptarëve thonë, unë besoj, jam shumë besimtar,
Po në çfarë beson ti? Po ka një Zot për të gjithë. Jo, besimi I tyre, vargu 4, ishte në Krishtin Jezus. Ata kishin besuar të Krishti tërësisht që të shpëtoj ata nga mëkati I tyre. Ata po mbështeteshin, po vareshin të Krishti që të falë mëkatet E tyre. Nuk po vareshin nga mirësia E tyre, as nga veprat E tyre të mira. Gjithë besimi E tyre ishte në Krishtin. Dhe kuptonin që shpëtimi I tij, falja E tij, ishte dhurat e pamerituar. Thot më vonë që atë vargu 6 njohën hirin e Perëndis në të vërtetë. Kishin besim të Krishti dhe kishin dashuri të binatyrshme. Ishte diçka hyjnore. Vini re çfarë thot ai, vargu 4, ka dëgjuar për dashurinë tuaj ndaj gjithë shenjtorëve. Po tani atë që na bëjnë qefi mund të duam kollaj. Po atë që na vrasin, që na ofendojnë, që na lëndojnë, e kemi qik të vështirë të duam. Ata që na ngrejnë nervat, e kemi të vështirë që të duam. Po këta klosjanët, si ishte mundur që ata e donin të gjithë vëllezërit. Ai thot në vargun 8, dhe që na ka treguar dashurinë tuaj të madhe në frymë. Dashuria e këtyre besimtarëve erdhi nga fryma e shenjtë e Perëndis. Fryma e shenjtë e mbushi ata aq shumë sa që kishin dashuri për të gjithë besimtarët në Kish. Po kishte dëgjuar jo thjesht për besim dhe dashuri, por edhe për shpresën e tyre. Vargu 5 që ruhet në qiell për ju. Ata nuk kanë shpresë tek gjërat toksore apo materiale, po gjërat shpirtërore dhe qiellore. Shpresa e tyre është në Krishtin, në jetën e përjetshme, në lavdinë dhe trashëgiminë që do marrin prej Tij. Kam dy pyetje për ju. E para është kjo. A ke ti besim, dashuri dhe shpresë? Shumë njerëz pretendojnë që janë besimtar, po besimtari I vërtet do ketë besim në Krishtin Jezus, dashuri për të gjithë vëllezërit dhe shpresë për atë që na ruhet në qiell për ne. Besim, dashuri dhe shpresë janë provat që ti je një besimtar I vërtet. A është e vërtet për ty që gjithë besimi jytë është në Krishtin? Që ti ke një dashuri hyjnore, jo thjesht njerëzore. Që ti ke një shpresë që nuk është për një vizë, apo një fat, një jetë, apo për një mirëqenie, po shpresa jote ruhet në qiell për ty prej Krishtit. Pyetja e dytë është kjo. A ke siguri të shpëtimit tënd? Nëse ti ke besim, dashuri dhe shpresë, ty nuk të duhet asnjë gjë tjetër. Këto gjërat nuk të shpëtojnë ty, por janë provat që ti je I shpëtuar. Nëse ka një fije besim të Krishti, një grimës dashuri për vëllezërit dhe shpresë qiellore, ti je Krishtit. Dhe ti nuk ke nevojë për as edhe një gjë tjetër. Shpesh njerëzit përleshen në një pasiguri. A jam I shpëtuar? A duhet të bëj diçka tjetër?
Nëse ti ke besim, dashuri dhe shpresë, kjo tregon që ti je i shpëtuar. Pra, një identiteti që mjafton, burimet që mjaftojnë, shpëtimin që mjafton, u vini re dhe ungjillin që na mjafton. Pse na mjafton ky ungjill? Për shkak të asaj që është. Vargu 5, kam besuar tek fjalët e së vërtetës. Ungjilli i Jezusit është të vërtetën. Po edhe për shkak të asaj që ungjilli ban. Pali thot ungjilli është predikuar në botën e mbarë dhe po jep fryte, vargu 6. Ungjilli mjafton sepse vjen nga një burim të sigurt. Pali vetë predikoi ungjillin edhe kush ishte Pali? Apostli Jezus Krishti, vargu 1, me anë të vullnetit të Perëndis. Nuk ishte i vetë caktuar, nuk ishte i vetë shpallur, apostull, lajmëtar i Zotit. Jo ishte vullneti i Perëndis, që të bënte Pali lajmëtarin e tij. Edhe pa fraj, ishte ai që mësoi ata ungjillin, si ishte, vargu 7, një shërbëjes besnik i Krishtit. Pali është duke na thënë, që ungjilli që ne kemi besuar, mjafton. Kjo do të thotë që sektet që janë përhapur sot, nuk janë prej Zotit. Nuk kemi nevojë për një libër tjetër si libri i Mormonit. Nuk kemi nevojë për një profet tjetër si Muhammed apo si Joseph Smith i Mormonëve. Nuk kemi nevojë për një organizat si Kullën e Rojës apo një kish si Kishën Katolike për të na shpëtuar. Nëse ti ke besuar të Krishti, me kaq mjafton. Gjithashtu, kjo do të thotë që besimi ynë duhet jetë në vërtetësinë e ungjillit. Nuk po shpalim një fe që njerëzit kanë shpikur, por një besim që Zoti ka zbuluar. Unë dhe ty nuk do të kemi turp për Krishtin dhe për ungjillin e tij, sepse këto fjalë janë fjalët e së vërtetës. Edhe ne do të kemi besim në fuqinë e ungjillit. Ky ungjill që po jep të fryt në Kolose dhe në botën e mbarë, po jep fryte sot. Ne jemi fryti i tij. Edhe ky ungjill po shpëton njerëzit në Fier, në Shqipëri dhe në mbarë botën ditë e ditës. Nuk janë fjalët tona të bukura, nuk janë argumentet tona bindëse që do të bëjnë njerëzit të besojnë te Krishti. Është fuqia e ungjillit që kthen njerëzit te Krishti. Sepse ungjilli është fuqia e Perëndis për cilin do që beson. Mund që pyes, a besoni që ungjilli i Jezusit mund të shpëtojë kushdo? A beson që ky ungjill mund të transformojë jetët? Një kish, një besimtar që nuk beson në vërtetësinë dhe në fuqinë e ungjillit, do mbyllgojë. Po kur ne besojmë si popullin e Perëndis, që ungjilli është të vërtetën e Perëndis, dhe është fuqinë e Perëndis për shpëtim, atëherë nuk do kemi turp as nguri, po do shpalim këtë ungjill me të madh. Sot merr zemër. Identiteti yt mjafton. Burimet që ke nga Zoti mjaftojnë.
Shpëtimi që ke marrë mjafton. Ungjilli që ke besuar mjafton. Dhe se ti ke Krishtin, ke gjithçka. Dhe s'ke nevojë të kërkosh gjykimtin për asnjë gjë tjetër.